gënzim, kjo do duket si një histori që vjen nga një botë tjetër, e pa konceptueshme fare. E vërtet, vite të mashme dhe ata që kanë lëtuar. Ti mban më? Shumë pak, kam qenë shumë e vogël. Okej, gati jemi. Brek. Fillojmë. Po nga do t'jam nisim, se është histori shumë e gjatë. Ja do të ndihmoj unë. Së pari faleminderit që zgjedhë të tregosh një histori për cilën mund të kemi dëgjuar shumë, po pak vajza kanë marrë guximin. Ti ke qenë një nga ata fëmijë që i rrëmbyer në 97, sa vjeç ke qenë atëherë? Kam qenë 13 vjeçe. Do mbyllja 8 vjeçaren e do shkoja në gjimnas atë vit, po që nuk ja dola dot. Mu pre në ndrat në mes, unë isha në klasë të 8. E mbaj mend shumë mirë kur nisën në janar, lajmet e para të bandave. Njerëzve me armë, edhe frikën që prindrit kishin për të na çuar në shkollë. Na thonin gjithmonë që kujdes ditët e para se pastaj na ndaluan të shkonim në shkollë, edhe mua, edhe vëllait. Kam një vëlla të vogël, ishin në një shkollë, ai ishte në klasë të 5, edhe kishim nisur, thash e themi, që rrëmbeshin fëmijë, rrëmbeshin vajza për trafikim. Disa humbisnin çdo gjurmë, nuk i gjente njeri. Po për ne që ishim fëmijë, dukeshin si një histori me shtriga, nga ato që na tregonin kur ishim të vegjël, mos dil jashtë se ta ha ujku, si fëmijë, edhe pse dëgjoja shumë, edhe kisha atë kuriozitetin të dëgjoja ç'bëhej. Shpesh herë përgjoja prindrit kur flisnin, filania ashtu e filania kështu. Po kur nuk e mora me frikë daljen jashtë shtëpisë. Kur je fëmijë është kjo ndjesia e çuditshme që ti nuk i kupton sa gjëra dhe mendojnë që nuk do të ndodhin ty. Derisa më ndodhi mua, edhe unë isha një nga vajzat që u rrëmbyen në 97-ën. Edhe nuk isha e vetmja. Çfarë ndodhi? Çfarë mban mend nga ajo ditë, pra një ditë para se të rrëmbenin me forcë? Ishte maj, nuk e harroj. Edhe sot që kanë kaluar 28 vite. Sa herë vjen muaji maj, mua më kap një gjendje ankthi, kam parandjenja të këqija, edhe për ironi të fatit, në muajin maj kam humbur edhe nënën. Edhe këto dy ngjarje sikur më kanë mallkuar si muaj, më kanë mallkuar fare. Në ato kohë me prindrit nuk na linin të shkonim në shkollë, ishte shumë e rrezikshme. Nëse në janar kishim nisur ato rebelimet e para, në maj vlora ishte si s'ken lufte. Njerëzit me armë në për rrugë, edhe në lagje, shinim të rriturit që rrinin me armë. Ne na pëlqente se na dukej si lojë. Ku kuptonim gjë ne ato kohë? Ne ishim mbledhur në një fushë afër shtëpisë, aty ku rrinim e luanim. Ato kohë nuk është se luanim shumë, se më shumë na pëlqente të dëgjonim histori dhe luftra. Çfarë bëri njëri, çfarë bëri tjetri. Unë isha me një shoqen time, që ishim rritur bashkë në të vogla, edhe me një grup tjetër nga lagja e ngjitur. Edhe që me ata luanim shpesh, aty afër nesh. Kaloi një makinë edhe ndaloi. Ishte një Benz. Kush kishte Benz në atë kohë, cilësoj si i pasur, me pushtet. Ktheva kokën, nga aty zbriti. E njihja ishte shoku i ngushtë i djalit të xhaxhait tim. Vinte tek shtëpia jonë bashkë me djalin e xhaxhait, sillte shumë çokoladë e gjëra të mira. E ne si të thuash e kishim si të shtëpisë, edhe sepse shtëpit i kishim afër. Ai zbriti dhe më thirri. Edhe unë normalisht shkova me vrap ta përqafoja. Ai më tha, hajde të çoj në shtëpi, se nuk është e sigurt të rrish këtu. Shtëpinë e kishte shumë afër. I thash, s'ka gjë, se iki vetë, jo se kisha frikë, po doja të luaja akoma, nuk doja t'ikja në shtëpi. Ai vazhdoi më tha, hajde se të kam sjell sa gjëra të mira. I morëm nga ca fëmijë të pasur, edhe janë rroba të bukura. Ti tregoj në makinë, tha. Merri, shkoj në shtëpi. Edhe ky ishte Karremi. Ai ishte vetëm?
Jo, se ai ishte pasaj gjerë në timon, ishte një djalë tjetër që unë nuk e njihja. Po njihja ta edhe nuk më bëri përshtypje që burri në timon nuk e njihja. Ai dukej që ishte më i madh se ta, nëse ta për shembull ishte 20 vjeç, në atë kohë ai burri mund të ishte 30. U ktheva nga shoqja dhe i thash, do iki në shtëpi, hajde të çojmë edhe ty. Edhe bëjmë xhiro me makinë. I thash kot pa e ditur që kjo do më shpëtonte. Nxi. Më vonë e kuptova pse ju kthye mendja direkt. Tha më doli një punë, vazhdoni. Ti sjell nesër gjëra dhe iku. Atë ditë shpëtova, po ditën tjetër nuk do ta kisha atë fat. Faji im, nëse do quhej faj, ishte se nuk e fola me njeri atë episod, nuk thash në shtëpi që takova e do më jepte gjëra. Jo se doja ta mbaja sekret. Thjesht fakti që kisha takuar të nuk ishte ndonjë gjë e madhe sepse ju thash ai ishte si i shtëpis. Ndërsa për gjërat nuk i thash mamit se kisha frikë mos më bërtiste. Më kishte thënë 100 herë të mos pranoja i gjëra nga të tjerët, se në atë kohë vidhnin shumë. Vidhnin shumë në shtëpia, edhe kush e di të kujt ishin gjërat. S'kishin për t'i gëzuar se të ishte mundi i dikujt tjetër. Po unë isha fëmijë, edhe si fëmijë më pëlqenin shumë të merrej gjëra. Pëlqente shumë, se më gëzonin. Ku e takove sërish të djalin? Të nesërmen. Nuk e di nëse ai më ruante mua që nga e djeshmja që u takuam tek fusha, apo ishte rastësi. Por ai ishte prap në lagje me të njëjtën makinë dhe me të njëjtin burr që unë e kisha parë një ditë më para. Unë dola nga shtëpia të shkoja tek shtëpia e një shoqes time. Ishte një pallat larg timit, as 500 metra larg. Prindrit kishin merak nëse largoheshin nga lagja, por kur ishte puna aty brenda lagjes, nuk na e prishnin. Kur isha duke shkuar tek shtëpia e shoqes, pas të njëjtin makinë që kisha parë edhe dje. E njoha dhe ishte ai brenda dhe një burr tjetër, jo me atë që kisha parë një ditë më para. Shkova i fola. Mendja më rrinte tek gjërat do më jepte, si fëmijë, as gjumë nuk kisha vënë atë natë. Ai u gëzua kur më pa, bëri sikur u gëzua, se kishte kohë që rrinte dhe priste derisa të dilja unë, me që i din televizit që ne bënim në lagje. Ai rrinte atje të më ruante mua, kur do dilja që të vinte në funksion planin e tij monstruos fare. Të ftoj sërish të hipje në makinë? Po, më tha, i kam në bagazh gjërat, po hajde bëjmë një xhiro se të sjell prapë në lagje. Nuk pata frikë. Nuk isha frikë nga ai, të thash që kishim hyrje dalje, si mund të më shkonte mendja? I thash, po mirë, hipa. Unë ula mbrapa, edhe ai bashkë me mua nga pas. Më shikonte dhe qeshte. Makina ecte në përvlorë, aty sikur nisa të trembesha, se nga që prindrit nuk më linin të largohesha, pata frikë. Edhe i thash, më kthe në lagje, se po më pa mami dhe babi që kam dalë në Vlorë, do më bëjnë të vdekur. Ai qeshi sërish, nuk do ta marrin vesh, tha. Unë shija nga dritarja e lagje që nuk i njihja, rrëmuj, njerëz. Fillova të ndihesha në siklet, ishim larguar shumë nga shtëpia. Nisa të qaja, më çon në shtëpi se kam frikë, i thash. Ai mundoi të më qetësonte, të pushoja se ndryshe nuk do më jepte gjërat. Në atë moment nuk më shkonte mendja te këto, kisha vërtet frikë. Shihja njerëz me armë rrugëve, kaos, të merë. Fillova të qaja më shumë. Kur e paj që nuk po qetësohesha fare, më tha, mirë, se do të çoj në shtëpi. Fillova të qetësohesha, e të shikoja nga dritarja, me zi prisja të veja në shtëpi, por nuk e njihja rrugën. Ato lagje nuk i njihja. Megjithatë, thoja, ja se për pak do shoh ndonjë gjë të njohur. Pa asgjë. Ai më thoshte, ja për pak, derisa përfunduam në një vend të hapur. Nuk e dija ku ishte.
Po kjo nuk është lagja joni, thash. Makina ndaloi, shoku doli, hapi derën e makinës ku isha unë. Unë shien nga t***anti, që po ndodhte? Kur shoferi më tërhoqi fort nga krahu. Unë nisa të qaja të ullërisja, të ta shtyja me këmbë, po a ishte shumë i fort, ishte i madh, shumë më i madh, sa unë. Edhe më nxorri zvarr nga makina. Pash rreth e rrotull ishte një zonë e shkret. Nuk e di sa kam qare, sa kam bërtitur, ai sa mendoja se nuk do kisha më zë. Pas ti, erdhi t***anti, mostraj që e kishin futur në shtëpi, kishin dhënë bukë. Erdhi e ndihmoi këtë tjetrin, të më lidhte duart dhe këmbët. Më mbyllën gojen e më futën në bagazh. Ku të quan? Nuk e di sa kishim ecur në makinë, më kishte zënë gjumi në bagazh. Kisha qarë aq shumë sa mezi i mbaja syt hapur. Edhe kur u zgjodha, nuk e besoja që isha gjallë. Mendoja se kisha vdekur. Nuk shija asgjë, mezi më rria frym në bagazh, dhe vetëm ndjeja lëkundje. Ka qenë një maks. Më dridhen duart, më dridhe trupi, sa herë mendoj. Vërtet nuk e bëja dallimin, isha gjallë apo isha e vdekur, aq në shok isha. Nuk e dija sa ishte ora, e as sa ditë kishim kaluar. Nuk isha më e vetëdijshme. Se di çfarë i ndodhi trurit, isha fëmijë, vetëm në bagazh, pa dritë, pa ngrënë, pa pirë, qaj, fli. Nuk e di sa kohë kishin kaluar. Base kishin kaluar vetëm pak orë, por mua më dukeshin si ditë. Base kishin kaluar edhe ditë, se di, as sot nuk e di sa kohë ndeja në bagazh. Kur ndaluam, nuk isha as fuqi, as të qaja më. Jashtë ishte natë, këtë e mbaj mend, nuk shija asgjë. Njëri më mori në krah, më hodhi në krah si thes me miell. Nuk e di kush ishte nga ata, nuk shija më, syt mezi më hapeshin, jo më të shihja. Më futën në një shtëpi të vjetër, se di ku isha, po aty ishin edhe fëmijë të tjerë. Ata sa më panë u afrohen tek u e më thonin, mos ki frikë, hajde këtu. Kush e di sa kohë kishin atje, ishin mësuar me ambientin. Aty më lanë te fëmijët e tjerë, më lanë bashkë me ta, më dhanë për të ngrënë edhe për të pirë. Sikur e mora pak veten, po sërish isha në shok. Ata më pyesnin për emrin, por unë nuk thoja dot asgjë. Bashkë me ne, ishin 4 burra që rrinë atje. Asnjë nga ata që më quan, kërkoja ta ulantin të më çonte në shtëpi. Asnjë s'më kthente përgjigje, derisa një vajzë, e kujtoj si sot, shoqja ime e atyre momenteve të tmerrit. Ishte më e madhe se unë, ishte pra 16 vjeçe. Ajo më thaj që e kisha të kotë, tani kishte vetëm ata, dhe nuk dije i fati jonë. Sa fëmijë të tjerë ishin, çfarë mban mend nga ata? Ditën që shkova ishin shumë, të nesërmen më pak. Disa kishin ikur, i kishin nisur për Greqi. Më vonë e mora vesh nga fëmijë të tjerë që ne nuk do ktheheshim më në shtëpi, do na çonin në Greqi. Ata kishin dëgjuar bisedat e telefonit të këtyre shqiptarëve që i ruanin dhe e dinin që asnjëri prej tyre nuk do kthehej më në shtëpi. Ne ishim 6 fëmijë, kisha këtë shoqen që të thash që më rrinte shumë afër, më shite si motrën e saj. Edhe ajo më tregonte të mos bëja potere, të mos tentoja të arratisesha nga shtëpia se një djalë e kishte pësuar keq. Nuk e kishin parë më në shtëpi, kush e di çfarë i kanë bërë. Vetëm unë edhe kjo shoqja ishin vajza, të tjerët ishin djem, më të vegjël se ne. Ne ishim më të rriturat. Njëri që nuk e harroj ishte vetëm 6 vjeç. Ai qante shumë, kërkonte mamin, ata vinin e rrinin.
Por ai prap, sado që i flisnim, ishte shumë i vogël. Ndenjëm aty për 2 ditë, më duket se tani është kohë edhe nuk e përcaktoj dot. Kanë kaluar shumë vite. Por jo më shumë se 2 ditë s'më ha mendja të kemi qëndruar më gjatë. Një natë më bën gati, na kishin thënë që do niseshin për Greqi. Ata e kishin arë me vete. Edhe ne e kishim bërë ben nëse bënim ndonjë zhurmë nëse bërtisnin, apo tentonin të flisnin me ndonjërin që mund të takonim në mal. Kjo shoqja më thaj që ishim në Kakavije. Unë as nuk e dija ku binte Kakavije. Ti më the para se të nisnim intervistën që nuk shkove në Greqi, ndryshe nga ata fëmijë që 20 ditë çfarë fati kanë patur. Si arrite të shpëtosh? Ne na nda në 2 grupe, deri në një pikë do na shoqëronin të 4, pastaj vetëm 2 burrat. Një burr kishte 3 fëmijë. Unë për fat të keq nuk rash në grupin me shoqen time, rash në grupin me djem. Kisha edhe atë djalin e vogël në grup. Ndërsa djali tjetër ishte sa unë, gati 1 vit më i vogël. Plani ishte që të iknim nga mali për në Greqi. Aty do na priste një grup shqiptarësh, se ne i dëgjonim që flisnin telefon gjithkohës. E pastaj do na çonin në një klinik, të na bënin analiza. Nuk e kuptoja për kohën, pse. Po më vonë, po, ndoshta plani ishte për shitje organesh. Ajo shoqja më thoshte që mbase do na çonin tek ndonjë familje greke. Dhe andej, mbase do gjenim një formë të iknim prap në shtëpi. Por ishin vetëm imagjinata fëmijësh. Fundi nuk do ishte aq i lumtur. Disa do përfundonin në rrugë, disa për organe, e një zot e di. Nuk e di çfarë është bërë me ta, por natën që u nisëm kemi ecur shumë. Se disa, por as guxonim të uleshim të qetësoheshim, se ata s'na linin. Grupi tjetër nuk e di nga i ra, se u ndam edhe nuk e di çfarë rrugë merrin ata. Nuk i pash më kur ecnim natën në përpyll. Kisha shumë frikë. Më shumë kisha frikë se çfarë do më priste nga ana tjetër. Ecja edhe bëja sikur lodhesha. Ata më shtynin me majën e pushkës, më godisnin që të ecja. Unë ndaloja se mendoja si të veproja, nga të vrapoja, nuk shija asgjë. Po më mirë thoja të ikja se sa të prisja fatin tim të keq nga ana tjetër. Por nuk ishte aq e lehtë. Ishte pus, natë, këta kishin armë. Deri në një far rruge ishin 2 burrat me ne. Njëri iku, u kthye dhe kishin mbetur vetëm me njërin. Aty duhet kemi qenë në kufirin grek. Kur po ecnim, ky burri na bëri me shenjë të uleshim. Edhe të fshiheshim. Shihte disa drita që vinin nga larg. Na vuri armën në fytyrë e na tha, mos bëni zë. Futuni në shkurre dhe as fry mos merrni. Ai ishte pas nesh. Bëm si që në tha. Unë isha në anë, në mes kishim të djalin e vogël, ndërsa në anën tjetër, atë djalin moshatar sa unë. Ne dridheshim nga frika. Kur kthej kokën në të djathtë, se kështu ishim rreshtuar, djali në anë siç po bënte ca veprime që s'më pëlqyen, sikur rrëshqiste, shihte para e mbrapa. Ma mori mendja që do bënte ndonjë çmenduri. Ja bra me shenjë mos. Se atë e kishim mu nga mbrapa edhe s'kishte shanse të iknim dot. Kështu mendoja, derisa ai bëri gjoja sikur rrëshqiti. U çua edhe ja futi në të poshtë. Ashtu në errësirë, ky burri u zvarrit e kapi nga këmba. Djali i vogël nisi të qante. Burri kishte zbritur pak më poshtë. Aty thash do e provoj. Kapa për dorë të voglin, se më erdhi keq Talia, pa ai kishte frikë nuk lëvizte. Burri e pa se ç'po bëja, edhe nxitoi drejt meje. Unë u çova. Ika dhe nuk e di sa kam vrapuar. Sa edhe për ku, nuk e dija. Vetëm vrapoja. Nuk bërtisja dot, sepse do më kapte burri, por mendoja se po vrapoja drejt atyre dritave që pam në mal, edhe që burri u ruajt se mos ishin rojet greke të kufirit. Sepse unë po mendoja se vrapoja drejt tyre, po pylli të gënjen. Si a dole, zbrite në fshat, takove dikë? Pasi eca kuturu, ndalova. Pas që nuk po më ndiqte njeri edhe ndalova të qetësohesha. E dija që ai s'do më ndiqte sepse rrezikonte edhe 2 të tjerët.
Ndaj mora frym thellë, kisha shpëtuar. Po një tjetër frikë më kapi, natë, s'po gdhinte akoma, ndonjë kafshë e egër, ku s'më shkonte mendja. Vendosa të ndaloja dhe të prisja të zbarte. Të paktën e shija më mirë rrugën. Kudo që të shkoja, do shihja të paktën. Ndenja në pyll, nuk fjeta dot, s'më mbante. Kur pashë, si kur po qartësoj pak pamja, u nisa nga një anë që nuk e dija ku do më çonte. Shpresoja mos më çonte ande nga ishim nisur. Po s'kisha që të bëja, do ta provoja. Mua të gjitha anët njësoj më dukeshin. Për fat, nuk isha në rrugën e gabuar. Pash disa shtëpi, fshat, zbrita me vrap, edhe shkova në shtëpinë e parë që gjeta. Ishte një fshat grek, që shqyr njëri që rrinte me bagëtin ishte shqiptar. I tregova historinë, ai u tha pronarëve të vet, më mbajtën aty. Dhe pastaj më gjetën një makinë e më çuan në Gjirokastër në Kakavije. Aty më morën në një dhomë, bën ca telefonata dhe erdhën më morën me polici. Ju tregova gjithçka. Atë natë fjeta në Gjirokastër, edhe rruga nuk ishte e sigurt as për policin që të më çonte në shtëpi. Edhe pse familjen time e kishin lajmëruar policët atje, po asnjë nga ne nuk lëvizte dot. Derisa më gjetën një makinë edhe më çuan në shtëpi. U dënuan ata që ta bën këtë? Po, u dënuan, por nuk mjaftonte dënimi. Ne ikëm nga Vlora, ikëm jashtë vetëm për këtë arsye, për akmarrjen. Kishin frikë, unë nuk dilja më nga shtëpia, as nga dhoma ime. U izolova, kisha frikë, kisha pagjumësi. Më vodhën moshën më të bukur moshën e fëmirisë. Unë nuk dua të të ngacmoj më tej. Kjo padyshim ka qenë një nga historitë që mua personalisht po besoj që edhe ata që po na ndjekin i ka prekur shumë, sepse nuk është vetëm historia jote, po është historia e shumë fëmijëve shqiptar, adoleshentëve shqiptar të atyre viteve, apo familjeve të tyre që ndoshta sot nuk e din se ku i kanë fëmijët. Ti ke patur fatin e mirë që ke shpëtuar, por ndoshta kjo histori vlen edhe për ata që kanë gjetur forcën të denoncojnë ata që ja u bën këtë gjë. Falenderoj shumë.